Kjo është situata në fshatin Trosh një ditë pas përmbytjeve që përfshin zonën e Nën Shkodrës. Uji është ende i pranishëm në brendësitë e fshatit, ndërsa vetmja mënyrë për të lëvizur është përdorimi i çizmeve të peshkatarëve. Trushi është një ndër fshatat më të prekur nga përmbytjet që përfshin zonën e Nën Shkodrës një ditë më parë. Banorët thonë se dëmet më të mëdha janë shkaktuar në tokat bujqësore, gjithashtu edhe në ushqimet për baktit, ndërsa kërkojnë nga institucionet që të ndërhyet për pastrimin e kanaleve kulluese. Në shtëpi, me nuk ka hi, po në barë kam paktën 30 cm, 40 cm. Sot, se më ka kënë 50. Pra, kjo mjetet vetëm për një kanal që është mbyllur një personit, si nuk është të ndrosh. Ka mbyllur një pjesë të kanalit e tij dhe në bllokën e këta rreth ujit, nuk e marr këtu ku ka, e ka pas vazhdimisht me 100 vite përpara. Tashti, kjo se na ndihmoni, si të morrin me ju, me na ndihmu me hapet kanal për na ju dim përderë se kena mjetë mytën. Jam rrumullak në ujë, vetë përveç qismeve të zgjatën së mund të cirkulloj kërka. Baktit i kam prumram shtëpi, që e mëti kërm plet, mezi gresh dhe mezi brecete me tana, kam nëjë dejnë 2 natë mram të i qu për pjetë me mujtë me pështu në isan. Me mujtë me pështu në isan, po me pështu kot. Që i kam zerë baktit e inë të mram, i kam pru në barë, që i kam pak i fia ma nel, i kam pru dejnë brez, mas shpijet. Që jam rrumullak vetëm a burin nuk e kam nuj. Komplet, që janë 4 blose si vjen e shkargohet tonë këtë rrugë ujë. Që është i kanali malë si të sujmë na, është i pa qilun, po me qilet, po këtë një shtu nuk mund të banë, ha me thonë. Unë kam i koshenjë si është e smurë, kam edhe babe non të mitë, si i kam e tensione me zjona, për i të zëtë me posë në lekcinë, zjona, s'kam ka me shku, do të mi zërë në kra. Të shpjemë s'ka ku ma kesë, fëmija janë tonë të mëllën për shkollën, fëmija për puni janë tonë të blakumen. Me s'mullë me levizë asë një. Kam hypë në pravollia, shokë marrë të mu taku, veç me ty si ishte puna mramë. Janë me tokat aty, kur do në tokat, tesh aty vjen ujë prej malëtorë e plasit i to. Kja s'ka forës, kja ka forës me kullu vetëm ujin e shpijave tona. Nuk ka po me kullu bosit i ka pas qynë kotën verit. Ta e mëllën, edhe tesh na jenë në këtë janë. Gjanja shumë, e kejtë që e pashini vetë, i to a kënë ujë. Komplet, dje, qatë bajon, tërë fëmi kam me qurë shkollë, ku mi qurë kështu. Me ndalimin e rreshjeve dhe me përmirësimin e motit, duke se situata është drejt përmirësimit, pasi uji ka filluar të tërhiqet, ndërsa banorët shpresojnë që të ndërhyet sa më parë për hapjen e kanaleve, për mos përsëritjen e përmbytjeve në këtë zonë.